Policia e qarkut Shkodër ka vijuar goditjen e paligjshmërisë, duke referuar materialet në prokurori për 5 persona gjatë orëve të fundit. Në Shkodër, 2 shtetas, 52 dhe 56 vjeç, u proceduan në gjendje të lirë pasi u kapën duke kryer punime ndërtimi pa leje. Përveç mungesës së dokumentacionet, 2 bashkëpronarët po kryenin ndërhyrje në banesë pa marrë miratimin e bashkëpronarëve të tjerë. Po në Shkodër, rrugorët kanë ndaluar një 65 vjeçar, i cili qarkullonte me motomjet pa u pajisur me leje drejtimi. Në Vahun e Dejes, specialistët për hetimin e krimeve, në bashkëpunim me OSHAN, kanë zbuluar një rast të vjedhjes së energjisë elektrike. Një 55 vjeçar do të përballet me drejtësinë pasi në banesën e tij u konstatua ndërhyrje e paligjshme në matësin e energjisë. Ndërkohë në Malsinë e Madhe, një konflikt pronësie ka përfunduar në kallëzim penal. Një 70 vjeçar nga fshati Vuk Palaj po procedohet pasi kanosi me fjalë një bashkëfshatar dhe i bllokoi rrugën që të çonte në pronën e tij. Të gjitha materialet i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprime të mëtejshme procedurale.